Procesi i zbatimit të paketës së maleve në Bashkinë e Shkodrës është aktualisht në fazën e evidentimit të zonave me potencial zhvillimi dhe verifikimit hartografik të tyre. Ky proces po realizohet në bashkëpunim me drejtorinë vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, e cila po shqyrton gjendjen juridike dhe statusin pronësor të planvendosjeve të përcaktuara nga Bashkia. Kontributi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës konstituohen përkatësisht tek marrëdhëniet me Bashkinë e Shkodrës aktualisht, kur kjo e fundit ne na ka përcaktuar pjesën planvendosjet ku do të caktoj zonat për paketën e maleve dhe bashkëpunimi ka konsistuar te pjesën e dhënies së informacionit kartografik dhe gjendjes juridike në lidhje me statuset e pronësive të cilat preken nga kjo planvendosje, ku ne kemi përcaktuar në kohë reale informacionin juridik nëse janë prona të cilat i përkasin në pronë të tretëve apo nëse janë prona në pronësi shtetërore. Po sipas drejtuesës së Kadastrës së Shkodrës, Eglantina Froku, nga verifikimet e deri tanishme rezulton se zonat që janë identifikuar për përfshirje në paketën e maleve për Shkodrën përbëhen kryesisht nga prona shtetërore. Brenda këtyre planvendosjeve ka një numër të madh pasurish, kur në pjesën më të madhe statusi juridik ka rezultuar pronë shtetërore. Më pas në sajt aplikimeve që do të kryen nga qytetarët, do të jetë sërish Bashkia e Shkodrës që do të shqyrtoj procedurat administrative deri në dhënien e vendimit përfundimtar. Dhe pas këtij vendimi administrativ, Agjencia Shtetërore e Kadastrës do të kryejë regjistrimet përkatëse. Shkodra rënditet ndërqarqet me interesin më të lartë në nivel kombëtar për pjesëmarrje në paketën e maleve. Vetëm gjatë fazës së aplikimeve për shprehjen e interesit, kanë aplikuar mbi 650 subjekte të ndryshme që synojnë të zhvillojnë projektet në zonat malore me potencial turistik, bujqësor dhe pyjor.